Një gjë e rëndë ka ndodhur në Gjermani kur një 63 vjeçar vrau gruan, motrën dhe 2 fëmijët e tij. Ngjarja ndodhi në rajonin Reutlingen të Gjermanisë, ndërsa pas vrasjeve 63 vjeçari i cili ishte gjuhëtar qelloi edhe veten. Policia njoftoi se 5 viktimat ishin vrarë me armë zjarri, ndërsa 4 viktimat përveç autorit, motra e tij 60 vjeçare, gruaja e tij 57 vjeçare dhe djemtë e tij 27 dhe 29 vjeç, u gjetën të vdekur në pjesë të ndryshme të qytetit. Krimi u zbulua pasi një kujdestare gjeti 60 vjeçaren të vdekur në apartamentin ku ajo jetonte të martën në mëngjes. Forcat speciale të policisë gjermane kryen një operacion në shtëpinë e autorit 63 vjeçar dhe e gjetën atë dhe gruan e tij 57 vjeçare të vdekur nga plagët e shkaktuara nga armë zjarri. Arma e përdorur ishte pranë 63 vjeçarit. Në fund, trupat e 2 djemve të 63 vjeçarit, 27 dhe 29 vjeç, u gjetën në një ndërtesë tjetër.